Zoti në profecin e tij të shenjtë që nga viti kaluar më thoshte që unë do të kaloja një vështirësi shëndetësore, por të mos shqetësohesha sepse ai do të ishte me mua. Këtë vit, në fillim të vitit, po ashtu më thoshte të mos shqetësohesha për atë sëmundje dhe atë situatë që po vendoste armiku tek unë, sepse ishte që unë të mos e lëvdoja, të mos i shërbeja në kish. Në atë moment, unë ende nuk e kuptoja se cilën situatë, por me kalimin e kohës unë vija re që kisha më shumë lodhje, më shumë vështirësi për të lëvduar, për të shërbyer, dhe gjithmonë kur vija në kish bëhej më e vështirë situata. Dhe megjithatë unë vazhdoja të lutesha Zotit. Pas një kohe, Zoti përdori një mjeke përmes një problemi shëndetësor që filloi të shfaqej në lëkurën time, e cila më kërkoi të bëja një analizë më specifike për diçka që nuk ishte pjesë e fushës së saj, dhe përmes asaj analize Zoti tregoi që unë kisha kancer në tiroide. Në atë moment kur doli diagnoza, unë thash, mirë Zot, nëse duhet ta kaloj këtë, atëherë le të bëhet vullnet të yt. Kur filluan të më thoshin se cilat ishin rreziqet e operacionit, një nga rreziqet ishte të humbisja zërin ose zëri të më ndryshonte. Unë i thoja Zotit, Zot, unë nuk e dija që doja kaq shumë zërin tim. I thoja Zot, unë nuk dua ta humbas. Unë dua të vazhdoj të shërbej. Dhe ka shumë premtime që më ke bërë. Dhe i thoja Zot, unë nuk do t'jem e trishtuar, sepse kam premtime shumë të mëdha. Dhe ato premtime duhet të përmbushen. Dhe që ato premtime të përmbushen, unë duhet të kem zërin tim. Dhe kështu unë vendosa të ndjek të gjitha procedurat, por dolën 2 analiza keq dhe unë i thoja Zotit, Zot, është edhe një diagnoz tjetër. Dhe Zoti në ëndër më tregoi që diagnoza do dilte pozitive dhe që do të më diagnostifikonin me lupus. Kështu që unë ju luta Zotit, i thash Zot, nëse duhet të kaloj kancerin, nuk ka problem, dhe përveç kancerit një lupus, unë i kaloj Zot, por më ndihmo sepse e di që ne qenjet njerëzore jemi të dobta, dhe kalon te koha vëllezër dhe motra për të mos u zgjatur shumë dhe mjekët habiteshin, sepse unë kur nuk dukesha keq, dhe kur shkova të takoj specialistin për të filluar trajtimet ose për të parë diagnozën e sëmundjes autoimune, unë fillova ta dëgjoja, unë tani më i kisha folur Zotit dhe ishte gjë shumë e bukur sepse kur ai filloi të më fliste për situatën mjekësore, të më bënte disa pyetje specifike, Zoti më tregoi pikërisht kur ai më thoshte dhe nuk e asgjë, ti nuk e lupus, nuk e asnjë sëmundje tjetër autoimune. Ishte gjë shumë e bukur sepse Zoti më zbulonte dhe më thoshte unë të shërova. Dhe kështu pak nga pak kam parë veprën e Zotit. Zoti lejoi që të më bëhej operacioni dhe para 4 javësh më operuan, e hoqën kancerin plotësisht. Mjekët dhe njerëzit përreth që e dinin për operacionin janë habitur sepse përmirësimi im ka qenë jashtëzakonshëm. Sepse unë mund të flas, zëri im nuk ndryshoi. Lodhem, po, jam në proces rikuperimi, por rikuperimi ka qenë kaq i shpejt, kaq i pabesueshëm, sa njerëzit mbeten të mrekulluar. Në mes të gjithë kësaj, Zoti më dha po ashtu një bekim në punë, do dëshmoja edhe për këtë, dhe ka qenë gjë shumë e bukur të shoh përmirësimin dhe gjithashtu Perëndia i tregonte një motre se si Zoti Jezu Krisht më shoqëronte gjatë rikuperimit. Dhe gjithë këtë e dëshmoj për nder dhe lavdi të Atit tim qellor. Rreth 10 vite më parë unë i thoja Zotit që të më jepte bashkëshorten time, dëshira ime më e madhe vëllezër ishte të kisha një familje sepse ndihesha shumë vetëm dhe Zoti më dha një familje, më lejoi të njoh një grua nga kisha e tij, një grua të mrekullueshme. Por para se të martohesha, Zoti më tha, unë do t'jap çdo gjë, por mjekët do të thonë që ti nuk mund të kesh fëmijë dhe mos u shqetëso për atë që mjekët do thonë. Kur u martova, kaluan vitet dhe kalonte koha, derisa shkuam te mjekët për një vizitë te ginekologu. Dhe pas shumë analizave, gruas time dhe mua na thanë ju nuk mund të keni fëmijë.
ne u ndjem në atë moment të trishtuar nga lajmi dhe ginekologu tha, mos krijoni iluzione. Mos krijoni iluzione sepse kurrë nuk do të keni fëmijë. Adoptoni, është zgjidhja më e shpejtë, ose bëni një trajtim fertilizimi, rreth 26 milion pesos. Unë i thoja Zotit, unë nuk i kam. U kthyem tek mjekët disa vite më vonë dhe me të vërtet diagnoza u konfirmua. Por duke kujtuar profecit me gruan time, shkuam në Bogota në kryeqytet dhe Zoti tha gruas time, unë do të t'jap 2 pasardhës. Gruaja ime në atë moment tha, mirë, një ditë ndoshta po. Zoti më tha përsëri mua para pak kohësh, mos u shqetëso për atë që mjekët thonë, unë të kam thënë që fëmijët e tu do të vrapojnë në për korridoret e kishës time. Dhe kur më tha fëmijët, unë thash, Zot, po unë dëshiroj të kem një dhe nuk kemi mundur ta kemi, ti më flet në shumës. Para 9 vitesh, Zoti më bëri premtimin. Para 2 muajsh, gruaja ime filloi të ndihej shumë keq, kishte gjakderdhje dhe nuk e dinim pse, shkuam në spital, në urgjencë dhe i bën analiza dhe analiza treguan që gruaja ime ishte shtatzën. Me njëherë, për shkak të gjakderdhjes, vendosën t'i bënin një ekografi urgjente dhe ginekologja që i bëri ekografin thoshte, unë nuk mund t'a besoj. Dhe unë i shqetësuar, i thash, doktoresh, çfarë nuk mund të besoni? Tha që fëmijët janë shumë të mëdhenj. Dhe unë thash, fëmijët? Më tha, po, janë 2, janë binjak. Zoti jo vetëm na përmbushi premtimin, na bekoi me 2 djem, tani kanë kaluar 6 muaj shtatzanie dhe 1 vit më parë Zoti na lejoi mua dhe gruas time të ishim në inaugurimin e kishës në San Andres. Dhe kur mbaroi studimi biblik me motrën Maria Luisa, ne ju afruam vllait Carlos Alberto, duke folur me të për një temë tjetër, ai pa gruan time dhe i tha, motër, mos u shqetësoni. Ju shumë shpejt do të bëheni nën, mos u shqetësoni. 6 muaj më vonë, gruaja ime mbeti shtatzën sipas fjalës së Zotit dhe unë dua të falenderoj Zotin sepse më ka dhënë më shumë nga çfarë kam ëndrruar, nga çfarë kam menduar dhe të gjitha këto i dëshmoj për nder dhe lavdi të Zotit.